Në shtëpinë e Big Brotherit, nata kishte rënë prej kohësh. Dritat ishin zbehur, kamerat vazhdonin të regjistronin çdo frymëmarrje, ndërsa banorët flinin të shpërndarë nëpër dhoma. Heshtja ishte e rreme, sepse brenda asaj shtëpie asgjë nuk ishte kurrë vërtet e qetë, bija ishte zgjuar. Jo rastësisht. Jo nga ndonjë ankth, por me një ide në kokë që i sillte një buzëqeshje tinzare. Ajo u ngrit ngadalë nga shtrati, duke u kujdesur që të mos bënte asnjë zhurmë. Syt i lëvizte majtas djathtas, duke kontrolluar nëse ndokush ishte zgjuar. Asnjë lëvizje. Asnjë zë, me hapa të lehtë, pothuajse të padëgjueshëm, ajo doli nga dhoma dhe u drejtua për në lavanderi. Atje ndriçimi ishte i zbeth, ajo i mbante erë detergjenti dhe rrobash të lagura. Bija u ndal për një moment, sikur po shijonte faktin që ishte e vetme. Pastaj veproi, mori një shishe me lëng frutash të kuq, e hapi ngadalë dhe e derdhi në një tas të vogël. Pa hezitim, ju afrua atletëve të bardhë të Arditit që ishin lënë aty gati për të veshur në mëngjes. I mbushi me kujdes, duke u siguruar që lëngu të depërtonte mirë brenda. Lëngu i kuq u përhap në përpëlur si gjak mbi dëbor, bija u largua po aq qetë sa kishte ardhur. U kthye në shtrat, mbuloi fytyrën me batanie dhe buzëqeshi. Rengu ishte bërë, mëngjesi erdhi. Dritat u ndezën. Banorët filluan të zgjoheshin një nga një. Zhurma e zakonshme e mëngjesit mbushi shtëpinë. Arditi u ngrit, u shtriq dhe shkoi drejt lavanderisë, pa e ditur se çfarë e priste, kur mori atletët dhe i veshi, gjithçka ndodhi për disa sekonda. Ndjeu lagështi. Pastaj ftohtësi. Pastaj pa ngjyrën, çfarë dreqin është kjo? Bërtiti ai, të gjithë kthyen kokën. Arditi uli shikimin dhe pa që çorapet e tij të bardha ishin bërë kuqe zi, të lagura, të shkatëruara. Kush e ka bërë këtë? U lëriti ai, tashmë i nxehur, bija u shtirë e habitur. Çfarë ke, Ardit? Ai e pa drejtë në sy, mos u bëj budallaqe. Këtë e ke bërë ti kush tjetër? Bija ngriti supet, unë kam fjetur gjithë natën. Mos më fut në lojrat e tua. Por dyshimi ishte mbjellë. Arditi filloi të fliste me zë të lartë, nervat po i dilnin jashtë kontrollit. Ti e baxhelle, ja hodhi ai, je tinzare. I bën gjërat fshehurazi dhe pastaj bën sikur s'di gjë. Bija shpërtheu, si guxon të më flasësh ashtu? Kush je ti që më quan baxhelle? Ti s'ke as klas, as edukat. Arditi qeshi me ironi, edukata? Ti je ajo që çohet natën si hajnë dhe bën rengje si fëmijë i prishur. Këto janë punë baxhellesh. Të tjerët u afruan. Atmosfera u ndez, ti je paranojak, ja ktheu bija, nuk duron dot që dikush të prek egon. Mos ma kthe, bërtiti Arditi, e di që ke qenë ti. Vetëm ti ke atë fytyrë që bën prapësi dhe pastaj qesh nën hunë. Bija ju afrua një hap, ti je thjesht një burr që s'di të përballoj një shaka. Të është thyer krenaria, jo atletja. Shaka? Arditi goditi ajoin me dorë, ti më ke poshtruar para gjithë shtëpisë. Kjo s'është shaka, kjo është ligësi. Ligësi e ti, ja ktheu bija me përçmim, gjithmonë duke u viktimizuar. Gjithmonë duke bërtitur. S'di të rish si njeri. Zërat u ngritën. Fyrjet u trashën, je e vogël, tha Arditi, je e ulët. Je i trash, ja ktheu bija, je i paditur. Nuk di as të qeshësh. Debati u bë personal. Shumë personal, ti vetëm rengje di të bësh. Vazhdoi Arditi, asgjë tjetër s'ke për të treguar. Ndërsa ti vetëm zhurmë, ja ktheu bija, bërtet për çdo gjë sepse nuk ke përmbajtje. Të dy flisnin mbi njëri tjetrin. Askush nuk po fitonte. Vetëm tensioni rritej, në fund, Arditi u ndal, e pa drejtë në sy dhe tha, je baxhelle dhe kështu do mbetesh. Bija ju përgjigj pa hezitim, më mirë baxhelle se sa një njeri pa dinjitet që shpërthen për një palë çorape. Heshtje. Kamerat vazhdonin të regjistronin. Shtëpia e Big Brotherit kishte marrë zjarr, jo nga lëngu i frutave, por nga fjalët që nuk merren më mbrapsht.